Kompania MVC Production SHPK me pronar dhe administrator 28 vjeçarin Klaris Bakiasi është regjistruar zyrtarisht me një adresë pranë Myslimshyrit, por në realitet kjo kompani nuk ka asnjë lidhje me marketingun e deklaruar. Sipas të dhënave pranë hetimit, MVC Production është thjesht lavatriçja ku pastrohen miliona euro të vjedhura nga skemat mashtruese Forex, duke operuar në disa zona në Tiranë, por kryesisht pranë shkollës Partizani, në një nga zonat më të frekuentuara të kryeqytetit. I riu nga Lushnja, Klaris Bakiasi nuk ka vepruar vetëm. Ai identifikohet qartë si pjesë e bandës së Amant Josifit, e njëjta strukturë që akuzohet për vjedhjen e qindra milionë eurove përmes rrjetit të call centerave të mashtrimit. Por ndryshe nga sa pritej, Bakiasi jo vetëm që nuk është ndaluar, por prej muajsh vazhdon të zgjerojë aktivitetin e tij kriminal. Burime pranë hetimit bëjnë me dije se Klaris Bakiasi, nëpërmjet pagesave të larta dhe rishfetit të mirë organizuar, asiguruar mbulesën e drejtuesve të ndryshëm në policinë e shtetit. Fal kësaj mbrojtjeje, ai ka arritur jo vetëm të arkëtojë shifra marramendse nga mashtrimet Forex, por edhe të shpenzojë ato publikisht, pa pasur asnjë mundësi justifikimi ekonomik. Automjete luksoze, pasuri të paluajtshme dhe investime në biznese të tjera. E gjithë kjo është bërë mundur ndërsa dosja e tij vetet e bllokuar dhe asnjë nga strukturat e drejtësisë nuk ka nisur sekuestrimin e pasurive. Paralelisht me rastin e Amant Josifit, ku asnjë nga 14 pronat e familjes nuk është prekur, edhe në rastin e Klaris Bakiasit dhe MVC Production nuk ka asnjë vendim sekuestrimi. Kompania vijon të funksionojë në qendër të Tiranës, pranë shkollës Partizani, duke pastruar eurot e vjedhura në Forex, ndërsa policia dhe SPAK preferojnë heshtjen. Në nëntor 2022, kur Europol, policia spanjolle dhe SPAK zhvilluan operacionin e përbashkët kundër grupit Milton dhe rrjetit të call centerave mashtruese, Klaris Bakiasi ishte tashmë në listën e personave të lidhur me bandën, por ashtu si Amant Josifi u largua për në Dubai, edhe Bakiasi vijon të jeti paprekshëm në Shqipëri. Policia nuk flet, SPAK nuk vepron, pavarësisht të dhënave të qarta pranë hetimit që e lidhin Klaris Bakiasin me bandën e Josifit dhe e cilësojnë MVC Production si lavatriçe e parash, asnjë institucion nuk ka ndërmarrë hapa konkret për sekuestrimin e pasurive apo mbylljen e aktiviteteve. Ndërkohë 28 vjeçari nga Lushnja vijon të pastrojë miliona euro, të paguajë rishfe dhe të zgjerojë investimet e tij luksoze, ndërsa drejtësia i bie fyellit se po heton. Në 13 vite e qeverisë e Edi Rama që mburret për të rritur standardin dhe për të hyrë në Europë, ka shkatruar realisht edhe ato shtylla tradicionale të krijuara prej vitesh në Shqipëri. Një nga këto shtylla është edhe rrjeti i arsimimit, e veçanërisht ai i arsimit të lartë publik, i cili ka degraduar në një nivel tallavaje si pasojë e ndërhyrjes së politikës, tarafit, korrupsionit dhe krimit. Një nga shembujt më të bujshëm të këtij degradimi janë rrjeti i ish instituteve të larta arsimore që pas vitit 90 morën statusin e universiteteve. Përkatësisht Trekëndshi, Shkodër, Elbasan, Gjirokastër, ku mendjet krijuese jo vetëm nuk ndihmohen, por ngulfaten dhe dhunohen nga ndërhyrja e politikës, ndërsa në Shkodër mafia politike dhe kriminale po lufton fort me rektorin Tonin Gjuraj, që ka marrë përsipër ta reformojë universitetin Luiq Gurakuqi. Në Gjirokastër e Qerem Çabej po vuan ditë për ditë nga një gjendje që po e rrënon. Universiteti i Gjirokastrës është kthyer në një divan tarafi Osman të shekullit të 18. Atje punësojnë dhe promovohen fëmijë, pëllezër, motra, kunata e taraf, sikur të jetojmë në një rezervat belerësh të mesjetës. Skema nepotike është origjinale, krejtë e paimagjinueshme, edhe kur pasyron thjesht dhe vetëm lidhjet nepotike horizontale, sepse nëse do të përfshiheshin lidhjet vertikale, familjare dhe politike midis grupeve me njëri tjetrin, atëherë do të kishim të bënim me një rrjet të madh merimange nepotike, të ngatëruar keq edhe me rrjetën e influencave politike lokale. Kjo skema abuzimi është krejt origjinale dhe është shumë larg shenjave të krizës më të gjerë që kanë përthyer institucionet publike të arsimit të lartë në Shqipëri. Në këtë universitet hyn në staf si sanitare ose sekretare dhe vazhdon karrierën si pedagoge. Më tej ngrihesh në detyrë si shefe departamenti. Rasti më i fundit në këtë universitet është kur hyn sanitare dhe përfundon eksperte e kurikulave, o tempora, o mores. Problemet e plagjaturës, shitblerja e notave, mos zhvillimi i leksioneve dhe seminareve, mos frekuentimi nga studentët, auditorët e boshatisur, regjistrimet fiktive të studentëve, rekrutimet nepotike dhe politike të stafit akademik dhe administrativ kanë bërë që besueshmëria e diplomës së këtij universiteti të shkojë drejt zeros absolute. Fëmijët e personelit akademik dhe administrativ kanë nga 1, 2 dhe 3 diploma të këtij universiteti fantazëm, që edhe pse nuk janë ulur asnjë ditë në auditorët e universitetit, zotrojnë diploma të shumëllojshme. Në universitet bëhet pak ose as pak mësim, vetëm kur njoftohen se do të ketë kontrolle nga Ministria e Arsimit, bëhet mësim formal me studentë që merren në
telefon nga vetë pedagogët për të qenë prezent ditët e kontrollit. Shqetësimi i madh është menaxhimi i fondeve financiare pa transparencë dhe pa llogaridhënie të qartë për përdorimin e tyre. Fondet ndahen sipas skemës nepotike dhe politike. Ky institucion ka dështuar si institucion lider akademik në aplikimet për projektet ndërkombëtare dhe europiane, por angazhohet si partner sepse një përqindje e madhe e trupës akademike nuk zotrojnë asnjë gjuhë të huaj. Administrata përfshin një numër jashtëzakonisht të madh punojësish administrativ me funksione të paargumentuara. Rreth 40% e numrit të studentëve të universitetit janë emigrantë dhe vinë në institucion vetëm në sezonin e provimeve të shtatorit për dhënë provimet dhe detyrimet tek pedagogët. Kjo gjë shmang përgjegjësinë e pedagogëve për mos prezencë në seminare dhe leksione gjatë gjithë vitit mësimor. Pra studentët e këtij universiteti gjatë vitit nuk shkojnë asnjë orë në sallat e leksioneve dhe seminareve, por vetëm në provime një herë në vit. Pasojat, numri i studentëve në pikjat, mbyllje programeve mësimore të degëve dhe departamenteve, shpërndajnë certifikata të palegalizuara zyrtarisht, sepse institucioni për të justifikuar mungesën e studentëve në bachelor e master dhe për të ekzistuar, mashtron me çeljen e shkollave profesionale 2 vjeçare të paakredituara fare, ku qindra nxënësme mesatare të ulët që ndjekin mësime në sistemin 2 vjeçar në statistika paraqiten si student. Ja skema nepotike reale në Universitetin Publik e Qerem Çabej. Grupi Boboli, Aleksandër, Zamira, Irena, Valentina, Donika Boboli, të 5 pedagog të degës greqisht brenda grupit Burr, Grua dhe Kushërinj. Grupi Barka, Panajoti, ish përgjegjës i degës greqisht dhe Elvira Barka, Burr e Grua 2 pedagog. Grupi Mema, Bektash Mema, ish rektor, aktualisht pedagog. Griselda dhe Maldin Mema, Elona Memisha, babai, vjerri, djali dhe nusja e djalit, 3 pedagog dhe 1 sekretare. Grupi Sala, Gëzim Sala, ish rektor, aktualisht zëvendës rektori i procesit mësimor dhe pedagog. Kozeta dhe Leonard Sala, Burr e Grua dhe djali, 3 pedagog. Grupi Hasani, Vladimir Hasani, ish rektor, aktualisht pedagog. Evgjeni Hasani, pedagoge, 2 pedagog, Burr e Grua. Grupi Terpo, Dhori Terpo, aktualisht kryetar bordi i universitetit dhe pedagog. Afërdita dhe Majlinda Terpo, vëllai dhe 2 motrat, 3 pedagog. Grupi Isaraj, Merita Hysi Isaraj, aktualisht zëvendës rektore, shefe marrëdhënieve me jashtë e universitetit, kryetare e bordit administrativ, kryetare e Këshillit Bashkiak Gjirokastër dhe pedagoge anglishte së pagzuar si Lubia e universitetit, Elira Isaraj, Velma Hysi, Parashjevi Islamaj, 2 kunata dhe 2 kushërirat e para të zëvendës rektores, 4 pedagoge. Grupi Peta, Eva Peta, pedagoge dhe Belinda Zarba, 2 pedagoge motra. Grupi Sheu, Evelina dhe Valentina Sheu, kunata. Fotini, Edlira dhe Oltion Sheu, nën e bi dhe nipi të 5 punonjës administrate. Grupi Klapi, Drita Klapi, pedagoge. E Klapi, Alban Klapi, 2 motra dhe 1 nip në administrat. Grupi Gjai, Mariam Thi Gjai, drejtore e drejtorisë së financës. Athina Gjai, nusja e djalit kandidate për pedagoge, 2 persona. Grupi Malo, Sadik Malo, dekani i shkencave të natyrës. Irisa Malo, Matilda Malo, laborante e kimis. Babai dhe vajza 2 pedagoge dhe 1 nuse nipi laborante. Grupi Golemi, Semi Golemi, kancelar dhe administrator. Marcela Pinari, pedagoge. Elvis Shalari, pedagoge. 2 vëlla e motër, 2 kushëri. Grupi Nevieri, Silvana Nevieri, pedagoge. Dhe Gentian Nevieri, shofer, pedagogja dhe shoferi Burr e Grua. Grupi Çabeli, Loreta Çabeli, pedagoge dhe Mimoza Çabeli, 2 pedagoge kunata. Grupi Miçoni, Haralamp Miçoni dhe Erleva Hysi, 2 pedagog kunetër. Grupi Koçiu, Lorenz Koçiu, pedagog dhe dekani i ekonomikut dhe A Koçiu, pedagoge, 2 pedagog Burr e Grua. Grupi Hasani, Ladi Hasani, pedagog dhe Evgjeni Hasani, pedagoge Burr e Grua. Grupi Vlaho, Zamira Vlaho, pedagoge i shef e departamenti e infermieris. Arian Vlaho, 2 pedagog Burr e Grua. Grupi Çelo, Robert Çelo, zëvendës dekani i ekonomikut dhe pedagog. Konstantin Çelo, Xhaxha Nip, 2 pedagog. Përfundimisht, perceptimet negative, skemat nepotike dhe politike, mungesa e transparencës në përdorimin e të ardhurave, mungesa e llogaridhënies, mungesa e mosimdhënies po i zën frymën dhe po i çojnë drejt falimentimit të plot Universitetin e Qerem Çabej të Gjirokastrës. Grupet nepotike me vedije të plot janë ulur mbi degën të cilën e godasin pareshtur me sopat, me logjikën dritë shkurtër, të bëhet ç'të bëhet apo kap ç'të kapësh. Një tender i shpallur nga Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve dhe Ndriçimit Publik në Bashkinë e Tiranës, me firmë të drejtorit Piero Sinjari, ka hapur pikpyetje serioze mbi nevojën reale të kësaj kontrate dhe mbi shërbimet që parashikohen të paguen me para publike. Në buletinin e prokurimeve publike të datës 24 mars 2026, kjo drejtori shpalli tenderin për mirëmbajtjen dhe menaxhimin e sheshit Skënderbej me fondin limit 1.7 milion euro me TVSH. Sipas njoftimit, objekti i shërbimeve përfshin pastrimin e pjesëve të jashtme të ndërtesave, mirëmbajtjen dhe riparimin e sheshit, si dhe kujdesin për pemët.
Pikërisht këtu nis dyshimi i parë. Në sheshin Skënderbej nuk ka ndërtesa në administrim të Bashkisë së Tiranës që të justifikojnë një zë të tillë shërbimi. Pallati i Kulturës dhe Muzeu Kombëtar administrohen nga Ministria e Kulturës dhe investimet apo ndërhyrjet në to nuk lidhen me Bashkinë e Tiranës. Dyshimi i dytë lidhet me vetë sheshin. Sipas të dhënave të paraqitura në material, mirëmbajtja e sheshit Skënderbej mbetet detyrim kontraktor i kompanisë që e ndërtoi si pjesë e garancisë së punimeve për një periudhë 12 vjeçare nga inaugurimi i qershurit 2017 deri në vitin 2029. Nëse ky detyrim kontraktor ekziston dhe është në fuqi, atëherë bashkia duhet të shpjegojë qartë se për çfarë po prokuron 1.7 milion euro shërbime shtesë. Në praktik, shërbimet që duken të nevojshme në këtë hapësirë janë të kufizuara: pastrimi i sheshit, krasitja, vaditja dhe mirëmbajtja e gjelbërimit. Por këto janë shërbime që sipas materialit kryhen rregullisht nga punojësit e ndërmarrjes së pastrim-gjelbërimit, për të cilët bashkia paguan vetëm strukturë, paga dhe kosto operative. Kjo do të thotë se tenderi ngri një pyetje të drejtë për drejtë: çfarë pune shtesë po blihet realisht me 1.7 milion euro, kur një pjesë e detyrimeve i mbulon kontrata e garancisë dhe një pjesë tjetër i kryen punonjësit e vetë bashkisë. Edhe po të merret si argument pastrimi intensiv i sheshit, larja e sipërfaqeve dhe mirëmbajtja e përditshme e gjelbërimit, sërish vlera e fondit limit duket e lartë në raport me natyrën e shërbimeve të përshkruara. Pikërisht për këtë arsye, ky tender nuk duket si një procedurë rutinë mirëmbajtjeje, por si një kontratë që kërkon sqarim publik, financiar dhe teknik. Dyshimet bëhen edhe më të forta nga një tjetër element. Sipas materialit, Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve dhe Ndriçimit Publik ka zhvilluar edhe më herët tender me të njëjtin objekt shërbimesh dhe pothuajse me të njëjtën vlerë, gjatë kohës kur garancia kontraktore për sheshin ishte ende në fuqi. Ndërkohë punët në terren janë kryer nga ndërmarrja e pastrim-gjelbërimit. Nëse kjo rezulton e saktë, atëherë kemi të bëjmë jo thjesht me një tender të diskutueshëm, por me një skem të përsëritur të përdorimit të fondeve publike për shërbime që ose janë të mbuluara nga kontrata ekzistuese, ose kryen nga struktura të tjera të paguara tashmë nga bashkia. Piero Sinjari dhe Bashkia e Tiranës duhet japin përgjigje për 4 çështje themelore: cilat janë ndërtesat që do të pastrohen, cilat janë riparimet konkrete që nuk mbulohen nga garancia e ndërtuesit, pse nuk i kryen këto shërbime, ndërmarrjet ekzistuese publike dhe mbi çfarë preventivi teknik është llogaritur shifra 1.7 milion euro. Pa këto përgjigje, ky tender mbetet një procedurë që ngre dyshime të forta për fryrje fondi, mbi vendosje shërbimesh dhe pagesa për punë që mund të mos kenë as nevojë reale, as justifikim kontraktor. Takimi i 24 marsit 2026 mes avokatit Mark Nika dhe drejtuesit të Spakut solli në sipërfaqe një fakt që rëndon hetimin për 21 janarin. Sipas deklaratës së Nikës, kaseta me audio përgjimin nuk ishte dërguar ende për ekspertim. Ky zhvillim ngre dyshimet forta për zvarritje të pajustifikuar të një prove që konsiderohet kyçe në dosje. Çështja e 21 janarit rikthehet sërish në qendër të debatit, jo për mungesë provash, jo për pengesa procedurale, por për mënyrën si është administruar hetimi nga organet që kishin detyrimin ta çonin përpara. Takimi i zhvilluar më 24 mars mes avokatit Mark Nika, Xhaxhai Alex Nikës dhe drejtuesit të Spakut Klodian Braho, nxori në pa një element që ngre pikpyetje të rënda për ritmin dhe seriozitetin e hetimit. Pas takimit, Mark Nika deklaroi se drejtuesi i Spakut i kishte thënë se kaseta me audio përgjimin, ku pretendohet se ndodhen zërat e personave që dhanë urdhra për të qelluar mbi protestuesit, nuk ishte dërguar ende për ekspertim. Nëse kjo deklaratë qëndron, atëherë kemi të bëjmë me një fakt procedural me peshë të rëndë, sepse bëhet fjalë për një provë që është konsideruar prej kohësh si një nga elementët më të rëndësishëm të dosjes. Sipas rrjedhës kohore të çështjes, kallëzimi për 21 janarin u pranua pas ndërhyrjes së gjykatës së lartë në mars 2024, mbi bazën e vendimarrjeve të mëparshme dhe të kërkesës së familjarëve të viktimave. Regjistrimi i procedimit penal në Spak u bë në korrik 2024. Nga ai moment, një nga veprimet më të pritshme hetimore do të ishte pikërisht dërgimi i kasetës për riekspertim. Por kjo sipas deklarimeve publike të bëra nga avokati Mark Nika, nuk ndodhi për një kohë të gjatë dhe pikërisht këtu nis thelbi i dyshimit. Jo thjesht pse nuk u krye një veprim hetimor, por pse nuk u krye një veprim hetimor që dukej elementar për ecurinë e dosjes. Përgjegjësia institucionale për këtë periudhë bie mbi drejtimin e atëhershëm të Spakut, referuar kohës kur procedimi penal u regjistrua dhe qëndroi nën administrimin e institucionit. Pyetja që kërkon përgjigje është e drejtë për drejtë. Kush vendosi që kjo provë të mos dërgohej për riekspertim dhe mbi çfarë arsyetimi? Dyshimet bëhen edhe më të forta nga një tjetër element. Në 31 korrik 2025, në një deklarim publik, Altin Dumani tha se hetimi për dosjen 21 janari po ecte shumë mirë dhe se materiale ishin dërguar për ekspertim. Nëse ndërkohë kaseta e audio përgjimit nuk ishte dërguar ende për riekspertim, atëherë lind domosdoshmërisht nevoja për sqarim publik mbi atë që është ekspertuar realisht dhe mbi atë që ka mbetur jashtë veprimeve hetimore. Kjo çështje rëndohet edhe më shumë nga fakti se Altin Dumani ka pasur rol edhe më herët në dosjen e 21 janarit, kur ishte prokuror në prokurorinë e krimeve të rënda.
Kjo e bën edhe më të ndjeshme kërkesën për transparencë, sepse opinioni publik ka të drejtë të di nëse kemi të bëjmë me vonesa procedurale, me interpretim të gabuar kompetencash, apo me një zvarritje që kërkon verifikim administrativ dhe disiplinor. Nga sa pretendohet në material, dosja ka kaluar edhe në përplasje kompetencash me SPAK-ut dhe Prokurorisë së Tiranës, derisa gjykata e lartë e konsideroi çështjen kompetencë të SPAK-ut dhe urdhëroi regjistrimin e saj. Por edhe pas kësaj, sipas të njëjtave pretendime, ritmi i hetimit mbeti i ngadaltë dhe prova kyçe nuk u trajtua me urgjencën që kërkonte dosja. Këtu nuk kemi më thjesht një debat politik, kemi një çështje që prek besimin te drejtësia e re, sepse nëse një dosje me 4 viktima, me interes të lartë publik dhe me prova të debatueshme, por të rëndësishme, zvarritet edhe pas urdhrit të gjykatës së lartë, atëherë problemi nuk mund të fshihet pas formulave burokratike. Institucionet përgjegjëse duhet japin përgjigje të qarta. Këshilli i lartë i prokurorisë dhe inspektori i lartë i drejtësisë duhet të verifikojnë rrjedhën procedurale të dosjes, afatet, vendimarrjet dhe arsyet pse një veprim hetimor kaq i rëndësishëm nuk u krye në kohë, nëse vërtetohet se nuk u krye. Përtej çdo interpretimi politik, një pyetje mbetet e hapur dhe kërkon përgjigje me dokumente. Pse kaseta e 21 janarit nuk u dërgua për riekspertim menjëherë pas regjistrimit të procedimit penal në SPAK? Deklarimet e pasurisë së krerëve të drejtësisë nxjerrin një model të qartë funksionimi ku paga zyrtare është vetëm baza, ndërsa pjesa tjetër mbushet me dieta, borde dhe të ardhura të shpërndara në disa kanale. Sipas deklarimeve në ILDKP për vitin 2024, Nerila Bogdani në krye të KLP shfaq një strukturë të fragmentuar të ardhurash dhe llogarish. Ajo deklaron një apartament 172.30 m2 me shtim vlere pa specifikuar shumën, ndërsa paralelisht mban disa llogari bankare në lekë dhe euro që shkojnë nga rreth 1.6 milion lekë deri në mbi 9.000 euro. Një tjetër llogari prej 1.8 milion lekësh rezulton e mbyllur, ndërsa figuron edhe një depozit e mbyllur në pound. Pjesa që bie në sy nuk janë vetëm këto, por rrjeti i të ardhurave shtesë. Bogdani ka marrë dieta nga OSBE, Expertise France dhe Këshilli i Europës, si dhe pagesa nga vetë KLP. Tyre ushtohen honorare, të ardhura nga borde si Qendra e Teknologjisë së Informacionit në Drejtësi e Shkolla e Magjistraturës, si dhe pagesa të tjera të shpërndara në disa zëra. Vetëm nga paga në KLP, ajo deklaron mbi 3.8 milion lekë, ndërsa me shtesat e tjera shuma totale rritet ndjeshëm. Modeli që del nga deklarimi i saj është i qartë, shumë burime të ardhura të vogla dhe të mesme që krijojnë një total të konsiderueshëm me dietat që përsëriten si një mekanizëm i vazhdueshëm përfitimi. Edhe Artur Metani paraqet një profil të ngjashëm, por me një komponent tjetër të fortë, lëvizjen e pasurive. Ai ka shitur një apartament 72 m2 për 13.1 milion lekë dhe deklaron të ardhura prej 57.290 euro nga shitja e pasurive të paluajtshme. Në të njëjtën kohë, një llogari e tij rritet me 50.800 euro e lidhur pikërisht me këto transaksione. Nga ana tjetër, Metani deklaron pag mbi 3.2 milion lekë, dieta mbi 362.000 lekë, të ardhurat të tjera mbi 1.4 milion lekë, si dhe përfitime nga borde dhe qira. Ndërkohë mban edhe një kredi bankare me detyrim të mbetur mbi 2.6 milion lekë. Edhe në këtë rast struktura është e njëjtë. Paga shoqërohet me një seri përfitimesh të tjera, ku dietat dhe pagesat nga borde shfaqen si shtesë rregullt. Në kontrast me këtë tablo, Ilir Rusi paraqet një deklarim më të thjeshtë dhe linear. Ai deklaron 2 llogari bankare me burim nga paga, të ardhura nga mosimdhënia, disa të ardhura shtesë dhe dieta, ndërsa paga vjetore arrin rreth 3.5 milion lekë. Nuk shfaqen lëvizje të mëdha pasurie apo një rrjet i gjerë burimesh të tjera. Deklarimet e vitit 2024 tregojnë një dallim të qartë mes profileve. Në njërin anë kemi një model me shumë burime të ardhurash dhe dieta të përsëritura, në anën tjetër një deklarim më të thjeshtë dhe të drejtpërdrejtë. Në të gjitha rastet, të dhënat janë ato të deklaruara në ILDKPKI dhe pasqyrojnë mënyrën si ndërtohen të ardhurat në nivelet më të larta të drejtësisë. Jet Bank mori licencën për të operuar si banka e parë digjitale në Shqipëri, por një vështrim mbi bordin e këtij institucioni zbulon emra që ngren pyetje. Oliver Hammer, i lidhur me një platformë mashtruese të hetuar në 4 vende europiane, Romi Solomon, për të cilin nuk ekziston asnjë profil publik, dhe Gal Bardea, një ndërmjetës që solli legjitimitet, por roli i tij mbetet i paqartë. Oliver Hammer, nga platforma ForexFX në bordin e bankës shqiptare, është një nga anëtarët e bordit të Jet Bank. Sipas të dhënave të disponueshme, ai është me origjinë izraelite, por ajo që e bën atë të veçantë është një raport i siguruar nga pamfleti, ku zyrtar federale hetonin një kompani të paregjistruar me seli në Berlin, të quajtur Gal Block Intel Ltd. Kjo kompani operonte në platformën mashtruese ForexFX. Drejtori menaxhues i kësaj kompanie ishte pikërisht Oliver Hammer, i identifikuar si përfituesi kryesor i skemës. Raporte për aktivitetin mashtrues të kësaj kompanie janë depozituar në Britaninë e Madhe, Spanjë, Estoni dhe Australi. Nuk dihet nëse Hammer është ndjekur penalisht në ndonjë prej këtyre vendeve, por fakti që emri i tij lidhet me një skem të tillë ngre pyetje natyrore.
Pyetja që lind, si arriti Oliver Hammer të kalojë procesin e vlerësimit fit and proper të Bankës së Shqipërisë. Ky proces kërkon që administratorët dhe aksionarët e një banke të jenë persona me integritet dhe pa të met, gjithashtu dhe pa lidhje me veprimtari të paligjshme financiare. Informacioni për lidhjet e Hammer me Forex FX është i aksesueshëm publikisht para licencimit të Jet Bank. Rami Solomon, zyrtari dikurshëm izraelit në bordin e Jet Bank, për të nuk ka të dhëna publike në lidhje me karrierën bankare apo financiare, por burimet të tjera e lidhin atë me një profesion tjetër. Përpara se të hynte në bordin e bankës shqiptare, Solomon ka shërbyer si zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë së Izraelit. Ky kalim nga administrata e shëndetësisë izraelite në bordin e një banke digjitale në Shqipëri është të paktën i pazakont. Izraeliti Gal Bardea, ndërmjetësi që hapi dyert, ai është përfaqësuesi zyrtar i aksionarit në procedurën e licencimit. Ai është drejtori i përgjithshëm i bankës digjitale izraelite 10 Digital Bank, e kontrolluar nga Amnon Shashua, bashkëthemeluesi Mobilie. Bardea la pozicionin e 10 në mars 2025, pasi planet e zgjerimit ndërkombëtar në Itali u anuluan. Ai ka qenë personi kyç në kontaktet me qeverinë dhe në procesin e rekrutimit të stafit, duke përfshirë edhe menaxherët e lartë të Jet Bank. Prania e tij jep bankës një shtresë legitimiteti, por roli i tij mbetet i paqartë. A është ai investitor, këshilltar, apo thjesht një emër i njohur që shërben për të hapur dyert, dhe a ka njohuri për lidhjet e Hammer dhe Avishai me skemat e diskutueshme? Procesi fit and proper është projektuar për të garantuar që personat që drejtojnë bankat të jenë të pastër dhe të besueshëm. Megjithatë, rasti i Jet Bank tregon se emra me lidhje të dyfishta mund të arrijnë të kalojnë këtë proces. A është hetuar lidhja e Oliver Hammer me platformën Forex FX? A është marrë ndonjë informacion nga regulatorët e huaj për të? Dhe për Rami Solomon, a ka ndonjë dokument që vërteton kualifikimet e tij? Vion, me strukturat aksionare të bankës, si 5 kompani offshore zotërojnë 28.5% të Jet Bank pa u detyruar të zbulojnë pronarë të vërtet, dhe çfarë do të thotë kjo për transparencën e sistemit bankar shqiptar?